Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë në plan të zhvillojnë negociata sekrete mes tyre për çështjen e pasurimit të uraniumit. Burime ekskluzive për median amerikane CNN bën me dije se administrata Trump ka diskutuar mundësinë e ndihmës së Iranit me $30 miliardë për të pasur akses për të ndërtuar një program bërthamor që prodhon energji për qëllime civile, duke lehtësuar sanksionet dhe duke liruar miliarda dollar nga fondet e kufizuara iraniane. Të gjitha pjesë e një përpjekje intensifikuese për ta rikthyer Tehranin në tryezën e negociatave, citon CNN. Burimet thanë se aktorë kyç nga SBA-ja dhe linja mesme kanë biseduar me iranianët prapas skenave dhe në mes të sulmeve të shumta ushtarake në Iran dhe Izrael gjatë 2 javëve të fundit. Këto diskutime kanë vazhduar këtë javë, pas arritjes së një marrëveshje arbushimin, than burimet. Zyrtarët e administratës Trump theksuan se janë paraqitur disa propozime. Ato janë paraprake dhe në zhvillim të sipër, ku e panegociueshme mbetet pasurimi zero iranian i uraniumit, për të cilin Irani ka thënë vazhdimisht se i nevojitet. Disa detaje u sqaruan në takim sekret që zgjati disa orë midis të dërguarit posaçëm të SBA-s Steve Witkoff dhe partnerëve të vendeve të gjirit në shtëpinë e bardhë të premten e kaluar. Ndër kushtet që po diskutohen, të cilat nuk janë raportuar më parë, është një investim i vlerësuar prej $30 miliardë në një program të ri bërthamor iranian pa pasurim, i cili do të përdoret për qëllime civile të energjisë. Një zyrtar këmbguli se parat nuk do të vinin direkt nga SBA, të cilat preferojnë që partnerët e tyre arab të paguajnë faturën. Stimuj të tjerë përfshin heqjen e mundshme të disa sanksioneve ndaj Iranit dhe lejimin e Teheranit për të marrë $6 miliardë, që aktualisht ndodhen në llogari bankare të huaja, të cilat u janë ndaluar të përdorë lirisht sipas draftit të përshkruar për CNN. Një tjetër ide dal javën e kaluar që po shqyrtohet aktualisht është që aleatët e mbështetur nga SBA në Gjirin Persik të paguajnë për zëvendësimin e implantit bërthamor Fordow në programin jo pasurus, thanë 2 burime të njohura me çështjen për CNN. Por ekspertët iranian përmendin skenarin e mundshëm që regjimi iranian tani mund vendosë se i duhet një armë bërthamore. Më herët gjatë javës, Parlamenti iranian minatoi legjislacionin për të dhënë fund bashkëpunimit me mbikëqyrësin bërthamor të KB-s, duke sinjalizuar një dëshirë për të fshirë më tej programin e tyre bërthamor.